Arsimi profesional po merr një zhvillim të madh në Gjirokastër, duke u fokusuar në përgatitjen e brezit të ri për tregun e punës. Shkolla profesionale Thoma Papano ka përfunduar këtë vit një cikël përgatitor ku maturantët janë pajisur me njohuri dhe aftësi praktike për zanate të ndryshme, të cilat i bëjnë ata të gatshëm për të hyrë në tregun e punës. Këtu në Gjirokastër, Thoma Papano, ndihemi plotësisht përgatitur për një të ardhme sa më të mirë dhe për të studiuar në një universitet në Tiranë për informatikë ekonomike. Kam mësuar ndaj shërbimeve të automjeteve dhe jam shumë i përgatitur. Do të vazhdoj degën e inxhinierisë mekanike. Gjatë gjithë kohës, shkolla më ka krijuar mundësi. Shkolla profesionale u jep shumë mundësi për jetën e tyre, për të vazhduar para, marrë një zanat, një profesion. Dhe e kanë jetën të siguruar. Shkolla profesionale Thoma Papano ofron një gamë të gjerë specializimes duke përfshirë teknologji informacionit dhe komunikimi, mekanik, hidraulik dhe elektricistë. Këto janë profesione të kërkuara në treg, të cilat sigurojnë vende pune më të qëndrueshme për të rinj. Në një total prej 150 nxënësish, të cilët vijnë nga zona të ndryshme të rajonit jugor, kjo shkollë luan një rol të rëndësishëm në përgatitjen e të rinjve për një jetë profesionale dhe pavarësi ekonomike. Gjirokastra mbetet një model i arsimit profesional që ofron të rinjve mundësin për të ndjekur pasionet e tyre dhe për të bërë pjesë e një tregu pune që gjithnjë më shumë kërkon profesionistë të kualifikuar.